Vetës, doktor Almetazëm, jemi diagnostiku, jemi duke u trajtuar, por infeksionet e zorëve nuk shërohen vetëm për 2 ditë, sepse lenë goxha vrok, ta themi, kështu që merr kohë me shërimi i zorëve. Dhe çfarë duhet të konsumojmë çato ditë derisa jemi duke u trajtuar, derisa zorët tona janë të ndihshme nga vjellja dhe nga diareja që kemi pasur? Ushqimet që tretën lehtë, domethënë nuk guxojmë ushqime të yndyrshme. Ushqime që tretën lehtë. Na fillimisht ju thojmë, në momentet e para që fillon me ardhur uria, e dim që ka filluar shërimi. Thot po më hahet diçka. Se tham, kur është infektuar, ai s'don as me pa, as erën me ani, thot sun peni. Kur thot po më hahet diçka, atëherë japim diçka shumë të lehtë. Një çaj me keksa ose çaj me bukë të thekur. Këto është më e lehta që adaptohet edhe i shkojnë do kalori organizmit. Mazandej fillojmë për shembull me një banane. Banane është lehtë e tretshme.